Nuk dëshiroj të ndalem shumë të kjo pjesë, sepse unë mendoj që Edi Rama nuk ka si shans kësaj radhe ti blej votat. Edhe për shkak se ka mjaftueshëm zyrtar të tij në burg dhe duke pas parasysh që gjysmën e asamblesë kombëtare i ka në Durrëse, në Fiere, në Reçe, tek 313 ku nuk i ka në fakt, kam një bindje që të tjerë do të tremben se nuk dëshirojnë t'ju bëhen shok burgu. Dhe për këtë arsye, mendoj që Rama në datën 12 maj do ta pranoj humbjen të cilën e ka filluar ta ndjej dhe me lëvizjet e tij sot po të shohim kush e njeh komunikimin publik dhe jam i bindur që ju e njihni shumë mirë. Shikoni se dhe fushata e tij është personalizuar. Posterin që ka shpërndar sot nuk është i paqëllimshëm. Edi Rama e di se shpresa e fundit për të është një fushat me emrin e tij. Për shkak se ai ka kuptuar që struktura e tij është shkërmoqur, në disa qarqe shtabi elektoral i 2021-shit dhe i 2023-shit është i gjithë në burg, në qarkun e Shkodrës shtabi elektoral i zgjedhjeve lokale të 2023-shit është praktikisht në burg, në qarkun e Durrësit është praktikisht në burg shtabi elektoral dhe në këtë situatë e ka kuptuar se po i vjen momenti për dorëzuar pushtetin. Ardit, të na thuar sa detaje për sa i përket hapjes fushatës në 19? Do jetë një fushat të paktën nga ana skenografike që do të tentohet të ngjasoj fushatës së zotit Donald Trump, të fushatës së fundit presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me ekrane LED-wall të mëdhenj, të cilët janë montuar që prej pasditës së djeshme dhe vijon të instalohet skenografia në sheshin Nën Tereza. Sigurisht do të ketë një pozicionim të gjithë kandidatëve të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore pas podiumit kryesor në cilin përveç zotit Berisha dhe zotit Lasivita do të ketë disa folës të tjerë, të fushave të ndryshme, kryesisht personazhe që vinë nga fusha për cilat Partia Demokratike ka bërë denoncime të vazhdueshme për gjatë këtyre viteve të fundit, fusha qoftë kjo nga bujqësia, fusha të ndryshme si mjedisi, infrastruktura, fermer, apo edhe, po themi, aktivistë ndryshme të shoqërisë civile, të cilët sipas Partisë Demokratike, fal politikave të ndryshme të gabuara të qeverisë Rama apo edhe aferave korruptive, kanë mësuar apo kanë, po themi, kanë pasur problematika dhe nuk kanë mundur dot që të avancojnë dhe të krijojnë kushtet mira jetese. Kjo do jetë pjesa e parë e hapjes fushatës për Partinë Demokratike, vlen ta theksoj këtë, pasi do të ketë edhe një pjesë të dytë që do të vijojë nesër në Pallatin e Kongreseve, një pjesë e dedikuar tërësisht vetëm për programin e Partisë Demokratike. Pra, nëse kemi parë që duke nisur nga janari i këtij viti e deri para pak ditësh, zoti Berisha bashkë me përfaqësues të lartë të Partisë Demokratike, por edhe të fondacionit Gjerman Konrad Adenauer ka prezantuar pothuajse të gjitha pjesët e programit, por të ndara veçmas, pra njëherë për ekonominë, pastaj për bujqësinë, për ndërtimin, për mjedisin, pra pothuajse të gjitha fushat. Ditën e nesërme të gjitha këto pjesëza, të gjitha këto copëza të ndara të programit që janë prezantuar për gjatë 4 muajve, do të prezantohen së bashku dhe këtu do të jetë me interes për të parë në fakt se kush do të jenë folësit për secilin nga sektorët, pasi në një farë mënyre krijohet dhe portretizohet ajo hija e një ministri në hije për cilin do prezantues të cili do sektori. Pra nëse programin e bujqësisë prezanton një personalitet, mbi të ngrihet aureola, po themi, apo hija e një ministri të ardhshëm të Partisë Demokratike, apo sikundër edhe për fusha të tjera të rendit dhe sigurisë, për pjesën e ndryshimeve të reformës në drejtësi që zoti Berisha ka folur, apo dhe sektorëve të tjerë. Kjo do të jetë me interes për të parë ditën e nesërme në Pallatin e Kongreseve, që është vazhdimi i hapjes fushatës Partisë Demokratike. Që shqiptarët ta kenë një ide se kush mundi qeverisë në bazë të 11 majit. E meqense jemi pas zgjedhjeve të 11 majit, Duli, do ta mbyllim bashkë. Nëse Partia Demokratike nuk fiton, patjetër, padyshim e tha disa herë, Partia Demokratike do të fitojë, po nëse nuk fiton, çfarë duhet ndodhë me të në gjykimin tënd? Cilat duhet të jenë proceset që ajo duhet të kalojë? E di që nuk do ta besosh, po këtë aspekt realisht nuk është se kam analizuar deri më tani. Mund ta analizojmë tani. Por nëse kjo në një situatë hipotetike do të mund të ndodhte,
së pari do të ishte një katastrofë për Shqipërinë, po duke ardhur në situatën që katastrofa mund të jetë faktike, atëherë Partia Demokratike do të hynte në një spirale goxha të rrezikshme, pa diskutim. Do të kërkojnë të kjo një reformim të thellë të saj, shumë ndryshime, por jam i bindur që edhe fakti që nuk e ka menduar asnjëherë është pjesë e asaj bindjes time absolute që Partia Demokratike i fiton këto zgjedhje. Shiko, unë jam njeri terreni, përkundër gjithë aksesit mediatik që kam, dhe e di shumë mirë se cili është terreni sot. Mund të them disa qarqe. Për shembull, në qarkun e Vlorës, Edi Rama ishte vetë pjesë e listës në 2021. Shkon për doja tek 5 mandatet në Vlorë, Skerti? Shkon. Si shkon? Ja do ta shpjegoj. Se PS-ja pretendon të shkojë Atëherë. Të shkojë të ulur me 3 mandate. Shiko, Ardit, ti je njeri, nuk di sa vite ke që merresh me këtë çështje. Nga 10 vite. Në 2021-shin, Edi Rama ishte vetë pjesë e listës në Vlorë. Dhe maksimumi i Partisë Socialiste në gjithë qarkun ishte 59.500 vota. Pasi unë jam në një farë mënyrë edhe një vëzhgues shumë i rregullt të shifrave. Po edhe njëni janë të zonë aty. Dhe ishte 6.000 vota më pak se 2017-ën, Partia Socialiste. E mori mandatin e 8, pra mandatin e Edi Ramës që ishte veti 8, për shkaqe sistemi, se u dogjën votat e LSI-s. Votat e LSI-s sot janë në Partinë Demokratike. Pa, ka më vota LSI. I ka aq vota. Nuk i ka ndoshta të gjitha, po një pjesë të madhe i ka, më beso. Sa një pjesë të madhe? Atëherë, po nëse në 2021-shin mori diku tek 6.600, nuk jam i sigurt tani, të paktën gjysmat sot i ka. Po nëse këto gjysmat i çon te Partia Demokratike, dhe mos harroni një detaj, në 2021-shin Edi Rama, Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës dhe LSI-s në Gjirokastër, i hoqi 2 mandate vetëm nëpërmjet mbylljes së kufive, duke ndaluar emigrantët. Sot që ne po flasim, janë mira emigrantë që do vinë të votojnë, qoftë të regjistruar, duke votuar nga ku ndodhen, qoftë të organizuar për të ardhur për të votuar ditën e zgjedhjeve. Dhe Rama këtë situatë di. Tani kur ai mori 8 mandate, duke qenë vetë pjesë e asaj liste, po si mund pretendosh, po sepse është thjesht defyese, duke qenë Rama pjesë e listës, këta maksimumin e tyre e kishin tek 8 mandate. Pa qenë Rama në listë, mendoni ju që mund të shkojnë tek 8-a? Në mënyrë absolute jo. Në qarkun e Durrësit, shtabi elektoral është në Burg. Ju garantoj që Partia Demokratike në Durrës merr të paktën një mandat më shumë se në 2021-shin. Në qarkun e Beratit, Partia Demokratike merr të paktën një mandat më shumë se në 2021-shin. Në qarkun e Shkodrës gjithashtu të paktën një mandat më shumë se sa në 2021-shin. U bazova te këto qarqe, po unë jam i bindur se edhe në Tiranë Partia Demokratike merr më shumë se sa në 2021-shin. Si koalicion, referohem Partia Demokratike, unë i bazohem koalicionit. Dhe duke ardhur në këtë situatë, mos harroni Edi Rama sot ka të paktën 6 mandate